që hiqet Miarin Hedimiali nga puna, drejtor, që të zëvendësohesh me një militant plak të PS-s. Sa qëndroi ai drejtor? 4-5 vjet, nuk 4 vjet. Po nima 4-5 vjet tani mbaron tani ajo? Ja. Luciano, e ke Luciano Bedenin, sa kohë e ke Bedenin që ke në Marup, që është i jashtëzakonshëm Luciano. E ke në një perl. Tani, që vlerat e Marina Gjimialit nuk vjen diskutim okej. Dhe ai është një lloj Leorej shqiptar. Besoj je dakord me këtë. Ja, po e them unë për të parë. Leorej shqiptar. Por një ka qenë Nitan Cekash. Më ruaj më tepër Nitan Cekën dhe për babain e Nitan Cekës, po që jo. Mirë, ai Hasan Ceka kishte një dimension, po themi më të madh sepse i kishte edhe Apollonin, edhe Butrindin, edhe të tjera madje. Por tani 5 vjet drejtor o Genci, pse u hoq drejtori tani? Mase gabojmë, po në institucionet kulturore nuk është norma. Është norma, sepse ka një vazhdimsi dhe njerëzit keni ke Marubi, keni edhe në Louvre në Paris, drejtori është shpër një kohë djathtë. Po mënyra si u hoq. Dhe asaj kohe mora penën time dhe bëra një shkrim, domethënë turp që hiqnin para nipin e Alex Budës për ta dhe Rama zbëri asgjë tek nisësi e kulturës tek zonja Kumbaro. Arsye parë, arsye dytë po ashtu ka qenë edhe rasti një diplomate i jep tonën në Gjenevë, tek misionin të Kombeve të Bashkuara. Një rast shumë i rëndë edhe si të Ramës Edit për ishte të më shkëputu nga politika, bu pak racional, gjë që s'mund ndodhin. Pak rëndësi kanë që mund këtë sherët në diplomatësi, luftat politike, po të arish në atë moment që ti presësh një diplomate pagesën e siguracionit, pagesën e qasë shtëpisë. Do të këto janë arsye pse nga mik je bërë armik me Ramën? Ti shkoj policia në zyrë, edhe ti mos ndërhysh ti si kryeministër. Dhe gjithmonë atë shkoj që Rama ishte si tjerë, pra Rama ishte edhe ai vetë viktim e këtyre lloj koalicionesh, interesash politike, që unë e dija artist, e dija lart në gjithçka. Do të treti pasaj mbrapa. I çojnë mesazh? Mesazhin e kam çuar shumë shpesh mesazhe, por ai që pasaj që i uri atë si thua që ajo jo, atë ktheu përgjigje një. Po sigurisht që ktheu përgjigje, po sigurisht që ja po kështu ja po ashtu po. Duhet diçka fundi se do të interesojë tek bota e kulturës. Kujtohet kur erdhi në Shqipëri koncerti i famshëm i Vienës, orkestra e Vienës, në 100 janarit. Edhe dona për mua ajo i uri kapakun gjithçka. Sepse ajo nuk je orkestra e Vienës. Po kujt ishte? Ke fake. Dhe unë bëra vetë një ulumtim, u lidha me një kolege korespondente të agjencisë austriake të lajmeve, u lidha me drejtorin e Orkestrës Filharmonike të Vienës dhe ishte një fake dhe Rama hëngi një dush të ftohtë, sepse kishte mashtruar dhe mbrapa pak shumë ide Ramës se ke filmi Koncertet e gjashtë ku marrin dhe shtat që muzikë klasike. Thjesht sikur të shkoj për shembull një lojtar Vinicius të shkoj të bëjë një ndeshje në një vend të varfër afrikan, në Zimbabwe, në rregull. Një lojtar edhe shkon edhe në Zimbabwe të lajmet që erdhi Real Madrid. Ai fatikisht ka krijuar një skuadër që quhet Real Madrid City. Shon të ketë një fjalë City, që nuk është Real Madrid. Dhe shajver, kështu do dhe në Orkestrën e Vienës. Ishte një shqiptar që ishte violin kjo të bëri armik me Ramën? Apo kjo armik, është fjala shumë e rëndë, po dhe një do kuptosh që jam maniak i pastërtisë demokratike. E kam fjalën kjo është arsye mos arsyes time që ma dobëson ai shumë arsye sa për arsye vajtoj të rjetën. Eksakt. Kjo është arsye. Kjo është arsye sepse edhe një nuk, nëse nuk ndaj vlerat me njëri, mund të ketë pastaj mbrapa shumë mëbet, dhe bilesot mund më 5 baton fare të kem muhabet edhe me një person që nuk e preferoj, fatmirësisht. Por Ramën e kisha mik, kur bëj diçka me mik, dikë mik se ndaj vlera me të me Ramën ndaja vlera. Tani, kam një pyetje të drejt për Ramën. Ky miku juaj që ndanit kohë në Paris në ato vitet e emigracionit të Ramës, dësa ju ishit një qytetar francez. Nuk ishte emigracion Rama, ishte për të bërë art. Ishte për të bërë art. Okej, gabimi, po, për të bërë art. Jo, sepse eksponent në Partinë Demokratike i thonë kur ishte në emigracion.
Kam i ditruar të marrë fjalën e tyre. Jo, ky është korrekt. Jeni ju. Ai sot ka bilancin personal politik më të mirin nga gjithë politikanët e tjerë. 16 vjet kryeministër, 11 vjet kryetar bashkie, 2 vjet ministri i kulturës dhe pak 1 vit e pak muaj kryetar i Partisë Socialiste në opozitë. Tani, Sali Berisha nuk e ka këtë bilans, Fatostano jo, Ilir Meta jo, Pandeli Marko jo, Bashkim Fino jo, domethënë gjithë ta peshat e rënda të politikës shqiptare, Edi Rama është numri 1. Tani, a e vlerësoni faktin që Rama ka arritur dhe ka një bilans se ka askush dhe kjo nuk bëhet për mungesë aftësie, kjo bëhet për aftësi. Jo, parë. Roland, du di çka, në momentin kur babai i bashkimit të 2 Gjermanive, një nga politikanët më fatgjatë në Gjermani, Helmut Kohl. Personazhi që në histori mbetet me atë fotografin e dhënies së dorës, nuk e di në kamera këtu, me François Mitterrandin në Verdun për të lidhur, për të çmentuar bashk lidhjen franco-gjermane që i dha linjën euros. Kur ai personazh ty u sharuar në historisë, të doli korruptuar. Që dhe njërë, bilanci nuk është ta, po, që ndronë ti në pushtet, mund të jetë bilans për Ginesin e rekordeve, politika nuk është sport. Dhe marrim bilancin nga ana efikasitetit. Këta gjëra, ose 2 gjëra. Por nuk ndihesh mirë që shoku yt i të kurshëm është rekordmeni i kryeministrave mbas Mehmet Shehu. Absolutisht jo. Jo? Jo, sepse nuk është politika nuk është qëllim në vetë. Politika është, nga fjala greke, është polis, është të bësh politikën e një qyteti, është si të jetojnë banorët e një qyteti më mirë. Nëse bën 2 vjet, po ndryshon jetën e njerëzve, dhe jeton që don 12 vjet, 16 vjet, 20 vjet, në bën gjithë të madhe, nuk ka kuptim. Nëse Trump ditë largohet pas 3 vitesh, ka 3 vite gjysmë. Nëse në këto 3 vite gjysmë që kanë ngelur, arrin dhe bën diçka radikale në jetë amerikanëve, do bëhet mend historisht, por shumë mirë, shumë më tepër se të tjerë që kanë bërë më shumë mandate. Kështu që edhe një herë nuk e vlerësoj bilancin tek gjatësia, e vlerësoj ke brendësia. Te brendësia Rama e mori Shqipërinë në 2013 në vendin e fundit ballkanik nga ana ekonomike. Shqipëria është ende sot në fund ballkanik. Do të thoni po dakord, po ishte shumë larg. Po dhe Polonia ishte shumë larg. Pse nuk e arriti sipas jush ky miku ju i vjetër ose siç thoni ju djalë Tirane, se kjo përdoret kjo shprehje, se kam pasur edhe në studio, djali formuar me background edhe familjar e tjetër. Pse nuk arriti ky të bënte këto, se pa ardhur të majtët në pushtet, thoshin, amo erdhën këta të zot Berisha, erdhën nga Tropoja, pushtuan Tiranë. Ja pra, djalin e Tiranës e keni. Pse e sulmon tani? Pse e kritikon? Po nuk udhiqem nga parimet etnike për të sulmuar dikë. Fare. Si puna, ku ka qenë student në Francë, isha ke restorant Cruz, që është restoranti për student, që haje për 10 franka të re, sot për 2-3 euro. Edhe më thot se një student afrikan, ke thot një tallon për mua, të bëhet. Jo s'kam thash. Nga që jam i zim, tha, jo thash edhe po të që i bardh si bora, nuk t'i se s'kam. Kështu edhe puna kësaj. Nuk e be bilancin në bazë etnike, sepse tjetri është verior. Kështu i the, edhe po t'ishe i bardh si bora? I bardh si bora, zot jepi se s'kam. Nuk është të plotësojmë nga ngjyra e lëkurës tënde. Kështu që nuk flasojmë nga Rama se është djalë Tirana apo nga Berisha se është djalë. Dhe një herë unë marr do të jesh racional në kriteret. Edhe një herë Shqipëria u mor në duart e Ramës në vendin e fundit. Ju klasë europian, po ballkanik. E prapë sot mbrapa Malizzi, mbrapa Serbisë, mbrapa qytetisë Veriut, për sa i përket pensioneve, minimumit jetik, investimeve të huaja. Dëgjoj shpesh për shkakun që Shqipëria po boshatiset. U di që nuk shokohem atje. Pse? Po bëhet nami do keni pak. Nuk është aty problem. Shikoni sot Malezi ke 600.000 banor. Shumë më pak Shqipëria. Pa jeton në Malezi. Ku është parë që masa demografike përbëka fuqinë ekonomike. Ka vënë më pasur se Luksemburgu. Edhe një herë, nuk është kjo referenca, po boshatiset vendi. Referenca edhe një herë sot është një kampionat futbolli, po s'ke mirë drejt kategoria. Sot Rama
e mori Shqipërinë në vend të fundit të kampionatit, Premier League, me një kampionat ose Liga Spanjolle, dhe prapë në vend të fundit e kemi sot. Tu e kritikoj Ramosën. Dhe më thonë dhe një, po vinim nga larg shumë. Polonia sot, së më ta kuptoni ju e sot në Shqipëri, sa larg ka shkuar Polonia, sa larg tje, dhe sa është bërë sot Polonia një vend, një superfuqi e Evropës sot. Sa që leveloni bugjeloze. Zoti Burimi, se tani ju jetoni në Paris, po ne s'kemi as 10 nobelist, ne s'kemi as 10 shkencëtar. Sti ka Malizi, i ka Serbia. Polonia ka. Po që nga në ekonomike, ke shumë larg, do të them që po bëre reforma, po bëre një udhëheqje, vërtet patriotike. Po pse si e ka bërë në shërbim të njerëzve, e ka bërë në shërbim vetes ti. E ka bërë pikërisht atë që theti mua. Rama ti, bilancin e Ramës më hapite si gazetar, si koleg i dashur, ma vure bilancin me qenë se pas ka qenë 16 pushet. Pse bilanc është ky? Zoti Burimi. Rama tha, sa zgjasën në pushtet dhe jo sta e bëjnë Shqipërinë. Zoti Burimi. Të ardhur për frymë, të kaloj të pastë Malnezi, është turp. Vend në 600.000 banor, na e kalon neve, s'po ta pranoj kurrë.